vazhdohet nga Makthi, 7 minuta për ta vjedhur historinë. Ajo që ndodhi në Paris nuk kishte as pak fantazi, ishte një tronditje reale. Në vetëm 7 minuta, një nga institucionet më të shenjta të kulturës botërore, Muzeu i Luvrit, u kthye në një skenë krimit të nivelit më të lartë. Fjala është për diamantet të vjedhura, e tashmë edhe të coptuara, e me gjas edhe duke u shitur. Një plaçkitje aq e shpejt, aq e heshtur, sa që dukej si skenë film. Por nuk ishte film, ishte mëngjesi 19 tetorit, ku Parisi u zgjua nga sirenat në rrugë, teksa lajmi shpërndohej me shpejtësi marramendse. Galeria Apollon, vendi ku ndriçojnë bizhuteritë perandorake, aty hynë 4 burra të maskuar pas rrobave pune, ku deportojnë përmes një dritarie pranë lumit Sien. Asnjë alarm nuk u aktivizua, asnjë roje nuk vuri re asgjë, kur gjithçka mbaroi, ata ishin zhdukur, dhe me ta edhe një pjesë e historisë franceze. Por pyetja që rëndon mbi gjithë qytetin është një: a do të kthehen ndonjëherë diamantet e Luvrit, apo historia u vodh për gjithmonë?